a ndihet koalicioni vlen i rrezikum nëse zotri Taravari del nga koalicioni dhe vazhdon që të bashkëpunojë me BDI-n, pra po flas për zgjedhjet lokale. A mund të ketë ndikim zotri Taravari në zgjedhjet lokale, duke ju rrezikuar juve në komunat ku ndoshta jeni pak më keni avans ndaj frontit evropian? Unë vlerësoj se jo. Fillimisht, unë kam përmend disa herë, koalicioni vlen është një numër me 6 shifror, me njësh edhe së paku 5-0. Këto 5-0 janë partitë politike. Njësh është koalicioni. Çdo 0 ka vlerë nëse është pjesë pas njëshit. Çdo 0 jashtë njëshit është 0. Dhe në këtë rast, edhe simbolikisht, nëse zotri Taravari ka ardhur i fundit dhe këtë 10.000 e ka bërë 100.000, që edhe simbolikisht morë më shumë se 100.000 vota, nëse ai largohet nga këtu është 0, sepse 0 ka qenë para se të vinë koalicionin vlen.